një lidhje pas pak me Klodi Lalën, por tani do të ndjekim avokatin që flet? Ndryshme, atëherë prokuroria e Tiranës ose prokuroria e Shkodrës duhet të këshilluar një procedim penal për kanonse të ndaj shtetasve të ndryshëm. Pra jemi në kohë të ndryshme, në pozicione të ndryshme të proceseve. Avokat, ju thoni që në momentin kur është dhënë vendimi, klienti juaj kanë ndier tronditje të fortë psikologjike dhe kushte të rënda të tronditjes së marrëveprimit. Pse kur ka nisur kjo tronditja psikologjike përderisa ai është futur në ambientin e gjykatës me një send kategorikisht të ndaluar, siç është Armazia. Shiko, për hir të vërtetës për hir të vërtetës ka qenë kjo. Ky person mban një armë prej disa vitesh, deklaroi në seancë që mban një armë prej disa vitesh, pasi ka punuar në disa institucione të sigurisë, siç është shprehja e vet. Për këto do flasim në një kohë tjetër përse çfarë Elvis Shkambi ka punuar dhe për çfarë ai ka mbajtur armën, por në momente të tilla është kjo, që kjo familje ka vuajtur shumë për sa i përket çështjeve civile, është familje që kanë hyrë dhe në shumë borxhe për shkak të një kalvari gjatë në proceset civile. Ne e dim shumë mirë dhe ju jeni qartë që çështjet civile zgjasin me shumë vite dhe kanë shpenzime shumë të mëdha, dhe ndoshta tronditja e lartë ka qenë për shkak të humbjes ose për shkak të një vendimi dhënë nga ana e gjykatës, duke qenë sepse do rikthente edhe një herë në fillim çështjen. Arma nuk ka qenë me leje, por Elvis Shkambi pretendon që ka punuar në disa institucione të sigurisë, të cilat ne do i serojmë në një moment. Armë pa leje. Ai dinte që në sallën futet dot pa bie që të ketë një hetim për ata pronar kompanisë që kanë lejuar. Atëherë është një fazë tjetër që do të serojmë, por për sot kaq që ai deklaroi në seancë. Unë po them atë çfarë deklaruam në seancë. Kërkuat ekspertizë për klientin tuaj, mjeku ligjor ndoshta apo? Jo, sot nuk ishte momenti i procedura për kërkuar ekspertimin, por në momentin tjetër ne do i drejtohemi prokurorisë. Ekspertimin mjeku ligjor përshëndetin mendor të shtetit. Po për Vanush Goxhajn mund ta thoni diçka avokat edhe pse nuk jeni përfaqësues i tij ligjor? Shteti Vanush Goxhajn është në dijenin tim është person që vuan nga smundja e diabetit dhe siç e kishte lajmëruar me sa deklaroi në seancë, deklaroi që kishte lajmëruar kancelarin e gjykatës që unë nuk ndihem mirë dhe kancelara e gjykatës i kishte thënë që një mund të lëvizni, por nuk është zëvendësuar në shërbimin e tij. Pra, smundja që ka Vanush Goxhajn është smundja e sheqerit, e cila për hir të vërtetës ata që pak e din, por ul çikushmërinë në sy në momentet veçanta kur rritet pjesa e sheqerit. Edhe një pyetje të fundit. 31 familje pretendojnë se i kanë denoncuar shpeshherë në polici Gjon Shkambin edhe nipin e tij. A ka procedime të hapura në drejtori vendor në prokurori? Për hir të vërtetës nuk kam dieni për procedimet ose për kallëzimet që janë bërë në prokurorinë ose në policinë e Shkodrës. Pra, ata pretendojnë që drejtësia nuk ka luajtur rolin, nuk ka funksionuar dhe nuk ka luajtur rolin e tyre në procesin civil. Dhe gjithë kjo ka çuar në këtë veprime ekstrem të shtetit Elvis Shkambi. Dhe unë besoj që sot do t'i shprehim ngushtimet dhe një falje publike familjes Kalaja për vrasjen e gjyqtarit, pasi ne qëllimi dhe veprimi i tij është totalisht i pasjustikuar. Ne nuk pranojmë, edhe unë si avokat nuk pranojmë fare. Falje edhe për dy plagosurit e tjerë avokat? Po, absolutisht, jo, ka kërkuar falje për dy plagosurit dhe për Astit Kalan. Ka kërkuar falje publike para gjykatës për sa i përket vrasjes të gjyqtarit dhe për dy shtetësit e tjerë. Avokat, kam edhe një pyetje të fundit, është jashtëgjyqësore. Familja Elvis Shkambit ka hapur një GoFundMe duke kërkuar mbledhjen e parave me qëllim që pra i kanë himnizuar në një farë mënyre autorin e vrasjes së gjyqtarit. Është normale në këndvështrimin tuaj si avokat dhe si qytetar ky veprim? Jo, nuk besoj, unë nuk kam dieni Klodi për këtë pjesë, po nuk besoj që është e nevojshme që ne të hiperbolizojmë gjërat, të krijojmë mite në këto momente. Pra, ne duhet jemi realistë. Është goditur një gjyqtar në krye detyrës, është një veprim, siç e thash dhe siç e deklaroi Elvis Shkambi, është i pajustifikueshëm, totalisht i pajustifikueshëm. Gjyqtari, prokurori, avokati janë në kryen e tyre detyrës në zbatim të ligjit dhe nuk mund të cënohen, nuk mund të vriten, nuk mund të shantazhohen në asnjë mënyrë. Dhe unë besoj që kjo këmbë alarmi do të jetë për sistemin e drejtësisë, të cilët në momentet veçanta nuk duhet të arrijmë në zvarrikje të tejskajshme dhe të krijojmë strese në të qytetarët. Ju e dini shumë mirë dhe unë merrem në çështjet civile, pra e fillojmë në një çështje dhe llogaritet sot sipas statistika 15 deri 18 vite që të mbyllim një çështje civile. Pra është e tejskajshme, është reforma në këtë pjesë, sidomos në çështje civile dhe korrupsioni që zhvillohet në gjykatat civile, sidomos në çështje pronësisë, është alarmant. Çështjet penale ecën më shpejt, kanë më transparencë. Në çështje civile po bëhet nami për sa i përket zvarrite pafund të qytetarëve shqiptarë në dyert të gjykatës.
Faleminderit. Faleminderit dhe juve.